podcast është vetëm për të rritur. Po që rashtë në dashuri vetëm, nuk më pritesh e derisa ai të merrte në telefon a shpirt o zemër. Unë do martohem me ty. Ai ishte general në Kabul. Ishte më? Ai ishte general në Kabul. E mori kartën dhe tha, unë do të dërgoj 7 kg lekë, tha. Unë do të dërgoj 7 kg lekë. Është një paralajmërim për gjithë të gjuesit tanë. Sot shkova për të vizituar varrin e mamit tim për u çudita kur sipër varrit gjeta 7 gozhda. Ndërkohë që ne faktikisht jemi 7 fëmijë. Shur në brek, lot nga syt parku që të dhem pa mas. 12 vjeç, 13 vjeç gjithmonë futesha në meditime pa vetdije dhe shkoja në Egjiptin e lashtë. Kam pas gjithmonë një lidhje të jashtëzakonshme me Egjiptin e lashtë. Disa sjell në veri të vjellë diare. Efekte ansore ka plot, nuk janë fare të rolla fare. Të gjoja Ani janë gjurmën e kavës, ma je për bojshim, e këpten. Me 1 sekondë, fillojmë dhe herë, Ri aty. Mi ose dishke, maj, hajde Lucifer. E majta. Freno, shofer o maje, i se ko. O shofer, o shofer. Shofer aman. Po, shkon një shtit e plaka dhe përdor këto autobuset në herë, karasisë shumë, që kanë që shka një buton stop, kërë ne kena pasë atë shofer o maje. Qjaro, ajo është originale. Perl, për zotin. Shofer o maje që i këto, kur sa të zvresun, shkojke. Po, shkojke dira partin, ato buzi neci. Shofer o maje. Ej, fillojmë këtë podcast madhështor, historik. Pse është historik? Do të thotë sepse do bëhet historik nga kontenti. Kontenti që të kemi vendosur akoma me qenë fjalë. Nice. Sei contento, profeto. Si, molto contento. Tani dëgjojmë një ç'ka ka ndodhur plago. E fillojmë me këtë video të një nëne. Kjo gruaja plago është edhe që ka dhënë karrocë se ka dot nëse dëgjoj. Hapa Facebookun dhe pash një njoftim për shoqëri për miqësi. E pranoj. Ju do ti hapi Facebookun dhe pa një njoftim për shoqëri për miqësi. Dhe flisnë çdo ditë. Po që rashtë në dashuri vetëm, nuk më pritesh e derisa ai të merrte në telefon a shpirt o zemër. Unë do martohem me ty. Ai ishte general në Kabul. Në fund Ishte më? Ai ishte general në Kabul. Qjero, ku gjeti generalin e burë? General, jo ushtar normal, një general në Kabul. Po, pas ka hapë thesin e jo, jo se i të shpëru me e plagë, të hapë thesin. Kur Robi marstror plagë gjithmonë tjerë fantasi që ka brënda të fshevra. Jam general në Kabul. General i kretës parë, Kabul. Toger. Jam toger në ushtrin romake. Në ushtrin romake, në toger për i... Në plagë e merë në telefon ajo, kam zemër, kam shpirtë. Po, të kam zemër, me si e prisë kjo është këtë aranda shuri plaga. Po, normal. Më ta më dërgo kartën e identitetit dhe unë fotokopjova ja dhash, se thash të më gjetur një burr. I thotë e më qoqi kartën e identitetit, ja qoj kjo. Po, se kjo kishte arsye të fortë se ja qoj se tha kam gjetur një burr. Që arsye është kjo, arsye kare komplet. Kam gjetur një burr. Pa hajë, mos të bëjë se gjithë kemi të shukur, kemi menduar që kemi gjetur. Dashnia. E di. Dashnia në monument. Edhe e mori kartën dhe tha, unë do të dërgoj 7 kg lekë, tha. Unë do të dërgoj 7 kg lekë. Me kile. Nuk ja thosh do të me shifër. Pas ka qenë vërdet nga Kabuli kare. Sot i më përgjë seri vërdet. Kujto pas ishte
7 kile. Do të ishte mashtrime kur. Po normal, atë ashtu e kanë valutën plak. 7 kile I thon tipit 7 milion lekë. 7 kile lekë. Gjë. 7 kile në një kuti të madhe, kisha shkruar emrin tim, adresën, numrin e telefonit ke kutia dhe më dërgoj me foto. Nuk I dërgoj me foto kilet me lekë, po I dërgoj vetëm kutinë këtë myllur me emrin. Çka kuptimi ka si dërgon të lekë atë? Jo, ai gjithë thot e mylla në këtë kutinë se të kishte dërguar të lekë, po e mylla tani ja ke gati me emrin tat në çdo gjë. Kamrena 7 kile lekë. Ato generale e ka buli të tjerë të plak. Ai plago nuk thoshte do të shifër gjigante se s'dinte tha 7 kile lekë. Ai dhom kishte ajo. Ai dhom kishte ngoj. Kishte dhom 7 kile. Paguash 5 milion lekë. Që ti të marrësh atë kutinë. Nëse mori telefon. Do të paguash sa 5 milion lekë thot ky kësaj që të marrësh atë kutinë. Që të marrësh 7 kile lekë. Do të marrësh 5 milion lekë. Se shvjet një qikë si era mashtrime, apo duket mu. Edhe një sekund. Si sigur ka një të fut në të mes. Deri këtë moment mendoj që ai s'dit numëroj, thë, ka I numëron me kile. Tani ai del si pjell sa më thot, dua 7 milion lekë që të jap 7 kile lekë. 7 kile lekë, po. Edhe ai më e ka vërtet më fjalën, ka vërtet 7 kile lekë. Ai general le plak. Zonja dashur, u normalisht ja dha. Ai në orën 8 në mëngjes ishte një burr, ishte shqip. Zonja tha do dalësh aty ke ishte një shqip, ta merr 5 milion me vete lekë, ti paguash të pastrimin e atyre parave ta. Kur I thash se s'kam lekë të paguaj 5 milionshi, ai u ndërprer, nuk më foli më. Kaq, marrë video. E kupton? Pra histori dashurie plako u shua. Fatkeqësisht vetëm se ka qenë për 5 milion lekë. Kurse ekonomike ishin sa. Se po ti kishte për zotin me shpirtin. Do ishte e lumtur tani. Për jetë tjetër, plak do kishte generalin burrin e kishte në shpinë. Për jetë ka lutë atje. Për jetë ndau Ndau fria një çift apo për çfarë më kapër si është jeta. Ne do të më bëj kur vjen dashuria plak. Do të më pas lekët gati në janë. Çka edhe kërkesë kështu banale fare, 5 milionë, kur kërkojnë ai që harë I shpinë e gjithë modhe. Po do pastrosh 7 kile lekë, po. Qa, po, ato lekët që kanë ngel pisa që ka bul zhull. Se s'pastron ndot. 7 milion lekë, 7 kile lekë ka bulur, nëse, nuk e di. Se vjet mash. Vazhdoj me një video të Hoxhës. Kam gjetur 7 gozhda të varri I prindit tim dhe ne jemi 7 fëmijë. A është kjo magji? Shumë serioze, më falë si qesha gabim. Qesha, I qenë të qesh me tjo. Sot shkova për të vizituar varrin e mamit tim për u çudita kur sipër varrit gjeta 7 gozhda. Ndërkohë që ne faktikisht jemi 7 fëmijë. Mund të jetë kjo, do I gjë pra, mund të jetë ndonjë magji. Merrni këto 7 gozhdat, hidhin. Vidani se është zgjidhja. Se të bëjë është të gozhdave. Çfarë do I bëjmë? Keni ide? Se di këtë gozhda të këtë dhe? Vetëm sigur që hiqi nga aty, nuk e di. Apo do besoj se ne bëni falin ai lutin. Në ritual kështu do të jetë, se lajme ujë këtë gjë. Çfarë mund të jetë? Po mund të jetë, po unë pëlqeu që tha mund të jetë. Nuk se ishi shuis, po mund të jetë. Nuk vlen me siguri asnjë. Për të kanë diçë, si dihet plagë se nëse sa hoxhe jetë. Po. Nëse gjë çfarë mund të bësh? Çfarë mund të bësh në rast se ju ndodh juve miq? Merrni një gozhdë dhe ujë të kënduar, dhe në ato ujë të kënduar të ketë edhe tretësirë, uthulle, çikriv apo diçka tjetër. Çik vaj ullir. Shevët to. I çikrik salskozën e gjatë të çnej. Me vogël me qofte. Gjëra ashtu s'hahet ajo, ato gozhda nuk hahen ashtu se të ngjetin fyt. Po se po plagë dizjen edhe do të bëjnë stomakun so, gjithë ndrysh.
Ne kam dhimbje stomaku nesër pas nesër. Pastaj janë kohën kot nesër djo, ha? Po të ka vetëm ujë të kënduar, nuk ka problem. Pastaj derdheni ujin dhe këto gozhda futin një djegme për merak dhe pastaj hidhini. Futi djegme për merak, pastaj hidhen. Ç'është kjo djegme për merak apo? Ti sigur që rasti mund të thosh se futi djegme për merak dhe hidheni në qevellim, hoqet. Futi djegme për merak dhe hidhen. Lajër me ujë të bërkull me çik. Lajër kryqëros. Po lajër. Me çik kur tha tretësir. A shkriu fare. Me tretësir. Uthull. Tretësir uthull. Çfarë është i madh, Ai gjën. Nëse kështu ta dinin nëse u ndodh dhe dinin çfarë të bëni tani, nuk kam justifikim, jo po gjeta gozhda, jo po s'di çfarë të bëja, jo po prani po vdesim si familje, nëse. Ja ku keni. Po këto plaka kam dëgjuar shumë, jemi 4 fëmijë po gjetën 5 gozhda. Po tek një, po ti se di. Ka dështu mami një moment. Si. S'di gjoti, aty e merr vesh ti, pas ka dështu mami. Ose ka mami në një fëmijë. O mami. O mami. Se ke dështu. O kene fëmijë në që se dive, në kopile. Po, tamam. Ta thon bakar, jo gjeta me 5 gozhda. Ishte direkt e u lezone se të myt mama. Se janë 5 gozhda ose janë 4. Si është vagabondi, mos bëj gangster me mamën. Vagabondi, erdhi vanzja pra. Kemi një tjetër video tash. Jeta nisim. Unë për shembull jam bërë bypass, do? Bypass. Duhet se kemi bërë këtë video. Ishte këtë video. Jo, si. Kemi bërë këtë video? Mirë. Unë jam bërë bypass. Unë jam për bypass, hajde, ky tipi, e vëre? Po, është bërë bypass, po. 3 bypass e ka. Po mirë, dakor, se i ke bërë 3 bypass, po i ke lënë cigare, alkool e gjitha. Jo, me të drejtë e ti, dhe pa filtr pa. Po ta ka thënë doktori? Doktori amunë. Ç'është doktori një palo doktorësh. Jo se do. Jo se duhet të ofendoj doktori, një palë doktorësh. Një palë doktorësh, doktori janë vetun. Po pesi tha, kam bërë 3 bypass. Do ky doktori nuk ishte një palë doktor kur i bëri 3 bypass ti. Jo, si ishte ja. Kurse tani kur i thot doktori që mos pi cigare, do thotë më doktori s'pi cigare, po unë doktori jam vetëm. Do thotë një palë doktor mos pi cigare. E ke vënë në plako që gjithë shqiptarët janë pak doktor kështu, ë? Po normal që jena më plak se s'ka doktoratura nuk është ose ti je doktor nuk është se këto në shkencë. Është shef, si e mirë, o pina i gjë. Ndihesh mirë. Është thjesht sistemi. Thjesht duhet dish çfarë pish kaq. Kjo është vetëm. E vërtet. Kjo është. Po ti për shembull ke qenë nga ato tipet që unë di se kam di vetë për shembull. Unë me aspirinë, unë me paracetamol, ke qenë. Prandaj jam në karrocë sot. Pikërisht se di se çfarë bëj. Di se çfarë pi. Jemi kokën e shqiptarët, ne dim gjitha plak, pardon më si jemi. Po. Ja mirë, pra ne s'ka spitale, gjendje spitaleve shumë keq në Shqipëri, se nuk shkon njerëj edhe vetëm të huaj. Po, edhe kur shkojnë, më tha doktori këtu. Shkova jashtë shtetit, më tha s'ka asgjë. Drejt edhe kjo është. Është. Më tha këtë, shkova jashtë për çka ka ardhur. Doktori jashtë shtetit duhet në kokë. Ti që ke karë komplet, që ke marrë rrugët. Kemi dëgjuar shumë histori të tilla, më hajde do të themi ditë tjetër. Çfarë ofendon fare për punën? Duani ta dish nga mua. Ka vlera shumë të mira ushqyese. Ushqyese. Duhani ta kesh nga mua, ka vlera shumë të mira ushqyese. Nëse merr Aldo në telefon kur nuk është se, aty është duhet që është ka një lloj standardi faktikisht. Nëse dëgjoj. Duhani ka vlera ushqyese. Vlera ushqyese ka. Trupi ka nevojë për elm. Ka ditja po. Për elm. Trupi ka nevojë për elm. Për elm. Me për elm, çka ke? Pse çudi? S'ka gjë. E qartë. Ne ja japim nëpërmjet dua. Ti jep mendime të caktuara në momente të caktuara. Të jep mendime të caktuara në momente të caktuara. Këto janë gjitha të shkruaj këto në një paketë cigare. Vlerat pozitive të duhanit. Trupi ka nevojë për elm dhe kjo ka shumë vlera ushqyese. Ti jep mendime të caktuara në momente të caktuara, mos harroni.
Jo, me imaginimin në momentet caktuara, po. Jo. Janë vlera. Ashtu. Duani ka dalë, po të kesh parasysh që ka dalë më parë nga buka. Ndoshta. Ka dalë më parë nga buka. Aha, që ka. Është në plagë video radhës. E u më interesën. Kisha marrë shumë shënime, por jo ta gjitha poshtë. Jo, pse mos e thith, por s'është akoma shumë rregull. Ka dalë më parë nga buka, ky është fakt shkencor. Ka dalë më parë nga buka. Po, okay. Jep. Ndoshta, po ti je i vogël, si ndoshta ashtu është. Po ti je i vogël, si ndoshta ashtu është. Më dëgjoj mua. Ti janë Ti je i vogël, Aldo 50 vjeç. Aldo 60 vjeç fare. Sa kjo, janë më shata. Po ti je i vogël. Unë me pensionin. Me pensionin ti. Unë dalë 5 vjet dalë pension. Bravo, ti desha me dalë. Nëse do për shkak ta kalosh ta deviosh më apetin i thua për shkak. Po ai dela i pension për shkak me këtë intonacion. Pesimist. Ai dela i pension, ai bravo. Ë? Le të bëj më bel pension, çfarë pensioni? Ka punuar 40 vjet, 50 vjet. Epe. Nëse gjë? Po ti parë nga buka. Po pse ti ke linë në kohën e bukës? Ja, kjo pyetja më pëlqeu shumë, kjo pyetja është shumë pyetje. Ti ke lidhur në kohën e bukës. Gjas me pare që s'kemi pas buka tërë. Apo jo? Jo, gjatë kur shkriju buka. Ti ke lidhur në kohën e bukës. E vlerave të bukës. Bravo, Aldo, për këtë ke një plus për këtë. Shumë bukë. Kur ke lidhur? Nëse, gjë. Kohën e bukës, unë kam lidhur në kohën e qepës, Unë kam lidhur në kohën e qepës, si do të tjetër. Çfarë bëti? Që bik njësit plaga dhe tërqeku njëzë që t'i gjonja shumë të ndërëso. Bukë qep, po, dërvaj. Kjo pas e hinë më kohën e qepët, jo ka linë në kohën e bukës, tha Aldo. Po qa, s'ka shansë të linë në kohën e bukës kjo, në kohën e qepës masë. Me kështë një plaga ti është një tip plaga që e ndjek shumë shpesh Aldo, edhe ndërkohë që duke ndjur këtë, tuti, isha tha e pyta Aldo, po ti ke linë në kohën e bukës. Edhe Aldo vërtet plaga i thotë, po ti ke linë kohën e bukës të qef, ne mendojmë i soje, përsa e mirë Aldo. Ua, po pra, unë Aldo në plagë i misoje, nuk e di. E di që në Aldo në ti? Po jo, shokët të që thu më ka, që thu më idiotë. Se gjë në Aldo? Aldo, ka Aldo Morning Show? Se jo, burse, jep mesazhe pozitive. Po, shumë edukative. Si shkojnë qenë plagë, thoshte gjyshi jodë me siguri dhe thotë, janë emisione edukative. Edukative, pozitive, po. Gjë, së pas të i qikë. Ideja është që, do më thënë, ti thua që duhanit të ushqen. Të ushqen, sigurisht. Pa alkoholi? Njeri pa bukë edhe alkoholi, unë alkoholi kam punuar në fabrikën e verës. Ka punuar në fabrikën e verës, automatikisht është ekspert alkoholi. Ka punuar në fabrikën e verës, dhe jam e di që dhe alkoholi të ushqen. Kur thotë ka punuar në fabrikën e verës, domethënë i bie që ti aty tu, ti ke di çdo gjë rreth alkoolit. Po, mos të për verë, mos fal për verë. Po ne çik, kështu, po ne 2-3 muaj që punu ke fabrika e duhanit, besoj? Po ka punuar, pas ka punuar pra, ne di që është shumë. Ka punuar, plagë kanë punuar ke fasonet. Po ke furra bukës ja 3 javë ke punu besoj. Kam punu dhe aty normalisht, merr ke vesh nga buka. Po kam punu burrë çfarë thua, unë jam me disa javë, ja 2 herë ti, sa jeti? 60 vjeç, kjo, jo, 70 Imagjino se duke si janë pak plak, po 10 vjet diferencë janë shumë fare, Po, shumë thënë drejt. Jo. Roje kanë që 3 roje që maldo, një shembull këtu. 3 roje që unë pi një rakisha, po shëtë se mund. Ata të 2 pini qumësh, kanë nga 15 dje kanë dekur. E kuptova. Unë ta i roje, tha ishim 3 roje, tha ke fabrika verës, pas ka qenë as pjesë e bërjes verës, si është roje. Dhe ishim 3 roje, tha, unë pija raki, tha, ata 2 pini qumësh, ata kanë 15 dje që kanë vdekur. Vajte tani pi qumësh tani nga kjo momenti. Jo, s'pido të plak, qumësh është kancer plak, cigarja është vlerë e shtuar. Po. I kthehemi një
Masoni. Oh. Masoni shumë mirë. Po, masoni, gjë këtë masonin. Si një akademi që përgatit morali akademi morali padyshim, akademi shkence, akademi filozofike, akademi ezoterike. Kemi folë ky është për masonët, nëse e mamen. Kemi folë për masonët, po dëgjoj. Ja, shumë interesant. Një vend ku vëllezër bashkohen, ndajnë mendime për progresim të individit të qenit, pra është një ideologji e tërë dhe për më tepër duke bërë bamirësi, duke u gjendur aty ku ka nevojë shoqëria civile me aq mundësi sa ka dhe sa ja. Po, ndërkohë që po flet plagë, ka një gjarë për dorë. Është drejtë të thuash që unë jam mason, por e ke të ndaluar të thuash ai tjetri është mason për arsye, jo se ka ndonjë gjë. Lejohet të thonë që je mason, po s'u do të kush është tjetër është mason. Yes, po pse kush është arsye më vërtet? Se thu do të shumë filani është mason. Po s'u do të filani është mason, po vetë mund të thosh. Për shembull mund të jeni, për shembull, ti ke 3 veta plagë që janë mason. Edhe njëri thotë, i pari thotë unë jam mason, i dyti thotë unë jam mason, i treti thotë unë jam mason, ti thotë parit, po ky i treti është mason, ai thotë se di. Po i treti është mason, pjesa dam. Çfarë thonë? This is mason? This is pjesa dam. Pjesa dam. Sa ton mendon, e? Pjesa mason. Pjesa mason është kur je femër, femrat masone që janë pjesa mason. Po jo se për shembull, jo se del ky tipi me gjarë bla, del përballë tjetër tip me gjarë. Të dy e din që jam mason, shifin shumë se janë pak ke parti masonve, apo janë pak e parti edhe i shkëlqyrin. Po, po. Si po shkon han gjarë sa i mos han fare. Nuk e jesh. Nuk më han gjarë fare. Nuk më han gjarë për zotin. Nuk. Po rruje ja burr. Po s'ka burr. Ai do fol për karin, ti do fol për gjarë. Po rruje më burr. Rruje më plagë se del plagë, është bavë si grad. Rruje më kare, që se më kare, i dhe rruje më kare. Po gjarë, rruje më gjarë. Rruje gjarë për në plagë. Si ku freskohet, që të pak të atim verë, po si s'ka në gjë, më dirë pësaj, bëjë. Nëse gjëgjë. Nuk hanë, Çfarë po për arsye sepse tash i vjen me kosto në këtë shoqëri. Nuk flasim shoqëri shqiptare, në çdo shoqëri do shikohet sepse tash duhet të shpjegosh gjithë botës se çfarë është masoneria. Më kupton drejt? Por ndërkohë kur ti di ky ka problemin pse nuk thotë që kush është mason, se duhet të shpjegosh gjithë botën kush është mason. Çfarë është masoneria? Në kohë që ky vetëm intervista masonerie po gjithkohon. S'kemi ditë të gjë për masonerinë desë të doli ky plagë, i doli gjithë. Po, nëse çdo emision thotë jam mason. Unë jam mason. Unë jam mason. Fazo. Nëse gjë. Që ke mbi 15 presidentë të Bashkuara të Amerikës mason, kur ti di që po mos e thuaj pra se ti thëzë të thon kush është mason. Ke 15 për presidentë të Amerikës. Po, imagjino se të rëndësishme ata kurse ti je thjesht i pallkari që ke shkuar i gjatë në tor, ke televizion që da. Ky thos po unë jam president i Zimbabwe's, kot futi emrin nga. Zimbabwe. Po. I babuinëve. Ku ti je? Gjë. Vet babai i po them i pavarësisë së Shqipërisë, Ismail Qemali ka qenë mason, ku ti di që gjithë rilindasit kanë qenë mason, ku ti di që figurat më të shquara të botës do të kanë qenë masone, kjo tregon që këtu nuk ka asgjë për të pasur frikë, por përkundrazi është një siguri më e madhe dhe është një zhvillim më i madh. Një mason i gradës më të lartë që është numri 33. Grad 33. Si arrihet kjo grad? Me zotë se tallin kanë këto, se ky është grada 33, që është grada më e lartë e masonerisë. Nga 33 gradë lagos që Jezu Krishti. 33. Aq ka vlu dhe Jezu Krishti. Imagjino plagu kalon në një 32 vërdall shumë. Erdhi ky 12-a. Grada 12. Grada Z. Kush ka bëjë? Sa se the mason, bëhet qirë po, mason jo. Mason sjeti akoma se duan je shumë grada larg. Po, si më thon ato vlog, si ato skotet mason. Kjo është biri im, mason. Po, mason. Jo.
lidhet ngushtë me shumë element në rast të parë, duke filluar që siç thuhet 33-shin e hasim kudo, e hasim si numër biblik, e hasim tek mosha e Krishtit, do të thënë kur kryqëzua që është 33-shi, që ishte fundi i Krishtit. Sigurisht. Por do të thënë Krishti aty njihet. Edi Rama është përfolur që mund të jetë mason sepse ai mban një unaz që është shumë simbolike. Imagjino plagë. Është Edi Rama mason. Imagjino ai që do të hedhë vetëm kështu hije. Nuk e them dot që nëse je mason se ka te unazin e masonerisë që e mbajnë mason. Është një unaz që indikon në shumë gjëra që mund të jetë mason, po unë siç e thash në fillim, nuk mund të prononcoj. Edhe unë kam si ajo unazat e ta japin vetëm masonët kur bësh 33 herë. Tre mason, po unë nuk mund të them që Edi Rama është mason. Është unaz e vogël, dhe kam njësi 33 herë të mëdha. E kupton? Po. Shiku është Edi Rama, shiku është jam. Ndërkohë me gjarë përndora vazhdon. Gjallë. Gjithë më vesh asha pse është Edi Rama, se sot dilga se. Po jo, po nuk e thot dot por. Ismail Qemalit? Në rast të parë realisht nuk e di. Këtë nuk e di. Në rast të vërtet nuk e di. Në rast të dytë dhe ta dija përsëri nuk do e thoja, sepse është ndaluar që ti të thuash për dikë që është ma praktikë. U harru. Detare kot sa se ka bimat. Po. Në të vetëm. Më doli nga mendja se nga që gjithmonë se lejoj. Gjithmonë se lejoj mes masonëve, po jo. Po ti do të thënë vetëm emrat të vdekmish mund të prononcosh apo? Po, vetëm vdekmit. Po, vetëm vdekmit. Po. E diti që ai Verllapa ka qenë mason. Po, për zotin shurtë. Imagjino, po, blago, thjesht ka qenë mason, ai shumë i zgjuar, po ka qenë si më thënë i po shpat ka sa trupi, blago. Ka qenë një mendje aq i ndritur blago ai Verllapa, po trupi nuk donte që të më thënë shpërthente me ato dijenit e vet. Ishte thjesht i burgosur në trupin e tij të shpifur. Bara i burgosur, familja. Ai ishte i burgosur. Verllapa ishte i burgosur. Edhe Zanca Ushi. Jo, Zanca Ushi është gjallë. Unë do të di tani. Është gjallë. Ky gjallë ti kujtos se kapi mat, po të pak kapi ty. Është gjallë, por është i burgosur. Aha, po dia. Domethënë burgosur mund të thoj, jo, është i burgosur. Po se kam bërë të Zanca Ushi atë burgaxhillin që e doli tani nga. Është ai dietari. Është dietari mirëtezan. Ka vdek që them, ka vdek. Ka vdek. Ma bet ka vdek. Një video tjetër. Je xheloz. Ja. Kanë marrë një reper plako, kupton një media, ka marrë reper dhe po e pyet, a je xheloz? Okej? Jam i çi. Sa nga nishit e 10-ta? Mund të them 6. Nuk e di, po nuk mendoj se ka një gjë më qesharakë kur e pyet dy adult duke folur thon sa nga një shikë. Sa i xheloz nga një shikë. O plako, më plako je duke bërë seks me dikë. I dia fut plako, edhe po dam, po. Sa një shikë. Wow. Edhe ajo që 6. A jashtë, gau. Zhasht. E po, qa më përshtypjeve ke reperat? Bjen diskutime, për shumë bjen më abeti, mund t'jesh me reper në tavolina, për ku t'jesh një intervjis më në kësaj. E zo, që në dime ke për këtë kot, pinderimin? Edhe, gjithmonë janë kështu plako, kam po një kong për pinderimin. Po, drejt. Gjithmonë ka një kong, ka një kong, po nuk është se mund të flasësh me të, te konga unë për shumë, për zonë, kam thonë që nuk shkollaj që ta dedhesh mrena. Ato dy vajzë të gjithë derdhin mrena, por jo të gjithë janë baballar. Po, bravo. Pëlqeu. Asa burgë thon, po, shumë burgë për. Shumë burgë kalimi. Jo, fëmijët duhet i rrisësh me mundim, jo vetëm të uqish mamin. Po, shkollaj me qi mama dhe. Edhe shumë kollaj. Po që me dimi ke për këtë botërori? Kam folë për futbolin ka vdek me Maradona. Ja nuk e të shudishme, kam thonë te krejo pjesa blako që Maradona, mate topi, Dora Maradona, Dora. Dora zotit.
Dora e Zotit. Po, me ky është më i çuditshëm. Ky është më i çuditshëm nga gjithë reperet e tjerë sepse ky mban maskë plagë, se ka pa njëri fytyrë. Është me maskë që flas, vetëm syt ka jashtë, ka vellën e prerë dhe flokët e prera shumë bukur. Ja me maskë, okay. Ja me maskë. Ai dëgjoj çfarë tjetër thuhet. Ose 7. Ose 6 ose 7, ose nga 1-10 sa xhelozi thotë kjo, 6 ky ose 7. Ose 7, Po, nëse del me shoqjet jam 7, po nëse ajo rrin në shtëpi me mua, 6 besoj maksimumi. Aha. Zhasht. Dukem kështu si tip xhelozi? Duke shumë haj, shumë i qetë, Jo, jam i pak, jam pak. Kjo është e bukur, femrat e duan një mashkull xheloz. Normal. Po e duan, po edhe ndoshta se përballojnë dot. Qa kapja matë me roshfjeve, si thave? E dun, po ndoshta edhe se përballojnë dot. Ja, tashi se di. Se do përballuaj muhabet, nuk është kot. Çfarë do të përballosh plagë? Se vija i ditë da u bë xheloz, vija i grush gërdau, veten policisi kur fasaj. E vogël, a kupton? Ule kokën. Se shqiptare di veti. Nëse po, ka më kjo? Je i pa përballueshëm. Jo, po them për vete, po them femra. Po në herë në skren kështu xhelozie që ka shfaq një femër për ty. Se di tani. S'po vjen në një mend në të momente se un po kam bëj kong për këtë kohë. Jo, kam dorë dureshte për shembull që ti ku menja mi çave gomat, unë erdha aty pam të gjitha motra. Po, e ke gjykte kongën që kam bë? Po, jo, aq ngatru me gomat. Po, ecë. Shikoni Shumë e bukur si intervistë kjo. Po, shumë e bukur. Kemi edhe një tjetër. Kemi këtë të madhe fare plago, edhe me këtë po e mbyllim me videot. Një nga raperët e mi më të rëndësishëm dhe që e dua jashtëzakonisht shumë dhe që i ka dhënë kaq shumë skenës shqiptare. Dhe fituesi Ferma Vivit. Kam bërë operacion në stomakun. Po. Nuk e dija. E kam prerë stomakun edhe jo, për mirë mos u çudit, unë thjesht sepse unë me një korrik kam ditëlindje. Pra, unë me një korrik kam ditëlindje dhe i mbush 40 vjeç. Kështu që do të më kapi 40 vjetori edhe 100 lekë rrezullin, Fit. Dhe është shumë e rëndësishme. Donte që ta kapte 40 vjetori fit, se ka qenë, është Big Basta, ka qenë çik rrumullak. Po, edhe strumullak. Edhe preu stomakun, pra bëri Ozempiku. Ozempiku zvoni as si gjë. Ozempiku. Katalina Miko Ozempiku. Ozempiku, e kupton kur bie pika. Ozempik. Nëse gjë. Ishme kjo për mua. Pra jetën e gjatë që në kemi moshatar, vazhdo. Kështu që edhe vendosa, kam marrë disa vendime. Se ajo ferma më bëri të reflektoj shumë të drejtën. Edhe kam marrë disa vendime që pas 40 do të jem fit. Ky plago kaloi gjithë periudhën më të bukur të jetës tij, 20 vjeç deri 40 vjeç si një rrumullak, si një thes. Dhe tani ky tha, ferma më ka bëu çik mendoj, nuk e ka bëu fakti për shkak që ka fëmijë të vegjël, ka fëmijën e vogël në shtëpi që po rritet, edhe duhet të jetë i shëndetshëm që të jetojë sa më gjatë, po kjo priti që të shkonte ke ferma dhe ferma tani plago, masi boni 100.000 euro ke ferma, tash i pa pritur ky ka filluar të kujdeset për vetet plago. Dua 40 vjeç të jem fit. Pra ky e kishte nda menin do haj dhe i shiro deri 40. Nuk do harroj karin për se ç'a bën. Po do haj me të idenë plago do haj, po sa më lejon stomaku. Po stomaku pren nuk më lejon më tani. Po kaq e se ka përgjithësi po e drejt. Po. Dhe tani ky plago më në fund po shumë më mirë. Edhe tash si dukesh ti plago? Është gjystë. Po zbrazet. Zbrazet. Po, nëse është sikletë, duke qenë pa mjashtë duhet mirë, po. 100% diskutohet. Nëse gjë. Që u bë gati 2 muaj që kam bërë ndërhyrjen, që e kam bërë këtu në Tiranë. Dhe për momentin që ne po flasim jam 23 kg minus. Ke humbur 23 kg për 2 muaj. Se s'duke me? 23 kg. Jo, duke. Pres edhe shpresoj. Pyes sa kilogram ke qenë? Para se të fusja kam qenë 127 kg. Kam bërë operacion në stomakun. Unë vesh ka qenë 127.
127 kg. A kupton ti? 127 kg. 127 kg tani ishte ka unë 23 kg. Po të futesh për shembull tani direkt ke ChatGPT-ja të pyetur sa herë fort do të friqet të lëvizë 127 një gur ti pyetja që të lëvizë thes me mut i 127 kg. Një thes me balon të pa prer. Nuk e di hershme fort gjë. Uragan. Nëse thashë do e mbyllim me këtë, po do e mbyllim me këtë tjetër, me këtë spiritualistin, plako që spiritualist ka qenë që plako se është gjendje. Po, Fiu. Emisioni që ne kemi shumë qejf dhe që i përshëndesim sepse dhe ata na duan shumë fort. Enkel Demin dhe ABC-n e mëngjesit. Shikoni çik, dëgjoj se ka. Kanë ftuar një spiritualist plako dhe ky flet për veten e vet. 12 vjeç, 13 vjeç gjithmonë futesha në meditime pa vetdije dhe shkoja në Egjiptin e lashtë. Kam pas gjithmonë një lidhje të jashtëzakonshme me Egjiptin e lashtë dhe kam pasi kështu me Egjiptin e lashtë, mbyllte sy 10-12 vjeç dhe shkonte në Egjiptin e lashtë. Pap, hop direkt atje. Kemi dëgjuar herë tjera, po. Më interesante, ha, vërtet? Dhe tatuazh piramidat dhe kryqin e jetës. Kryqin e jetës në qafë, ha? Gjithmonë kam pas një lidhje të jashtëzakonshme me këtë botë. Më pas duke u ka pa një film, e kupton, ndoshta aty sa ty fillon çdo gjë. Shef një film plako dhe fillon ke një lidhje shpirtërore të jashtëzakonshme me atë botë. Siç kemi qenë mas gladiatorit me romakët. Po, diste Kleopatra për mua, marot. Po, tamam. Spiritualizmi me Egjiptin e lashtë. Po tregon rutimin pra, çfarë përjetonte kur ishte 12 vjeç? Po në Egjiptin e lashtë mendohet që është zanafilla e civilizimit modern, domethënë post Atlantidës, mbasi se dim ku është, ka teori mund të ketë një vend, mund të jenë disa lokacionet e Atlantidës, sepse kanë qenë disa qytetëri. Ka plot që besojnë që është e Corila të Durrës, pra ne. Rësoj faktin plako që ka çik talli e karit paktën nga vetmet emisione në Shqipëri që mund tallni pak karin me ata që vjen aty dhe flet i hali me broçkull nuk e respektojnë domosdoshmërisht. Nëse e këndshme, bravo Enkel Demit për ta, nëse Enkeli godet. Post Atlantidës, mbas përmbytjes së madhe, piramidat u bën epiqendra e civilizimit modern. Dhe bota spirituale aty kanë nisur dhe zotërat që janë në Egjiptin e lashtë, faktikisht në të gjitha kulturat janë po të njëjtët personazhe që përmenden në emra të ndryshëm dhe në konotacione të ndryshme. Prandaj nuk e di, ndoshta kam pas një jetë kaluar, kam qenë i lidhur me Egjiptin e lashtë. Mos je Mark Antoni. Që ti kuptoje ku po shkonte nën vetdia jote në atë periudhë? Në atë periudhë ishte vetëm kuriozitet. E kupton kur shkoi ajo? Jo, në atë periudhë isha vetëm kuriozitet. Si ishte vetëm kuriozitet apo plak? Çfarë ka? Ti mund të jesh kuriozitet edhe sot. Ky tani plak është ka udhëtuar në kohë dhe ka jetuar apo po dëgjon ka parë Egjiptin e lashtë apo jo? Ai mbyll syt edhe ikën prap tani po doj apo. Ikën prap po doj, po s'do tash. Po tani s'do se jam studio, se ti ikën ne. E thotë më bëj ikë, s'do. Po më tha që s'do. S'do, me dash që ti. Me dash iki. Po me dele. Po, me dele nuk iki. Me dele bariu. A vazhdo kur, po me dele. Me dela, aha. Duke u zhvilluar, më pas duke lexuar në moshën 22 vjeçar, 23 vjeçar fillova të futem fillesisht në duke zbuluar, duke lexuar ky. Kuptoti ka hulumtuar plagë për këtë gjë. Direkt nga bibliotekat më të mëdha që kishte Egjiptin atë kohë. Po i merrte librat nga në Egjiptin e dashur, po librat tani. I merrte andej, bravo, do ky shkonte kështu me mendje dhe i merrte andej librat, jo këtij nga nera. Je shumë i shkallur, zotim. Hiku për pak miku. Kur e pyeti njëri që ta mbyllim, i tha, po mirë plak, s'ka shumë sa ke lexu edhe ke pa ne, nuk na thosh një gjë. Ose në një më shumë që çfarë bësh, si ishte zhvilluar, si u ngritën ato piramidat. Si gjithën kurios janë ngrita ashtu. E ke thotë. Ballë për zonë se kam lexuar shumë se kisha vënë ke pidhe. Isha pallati mbretëror. Po
Po, disa orgjia bëhen atje. Edhe që fillojmë të shoh për si lavi poshtë. Disa orgjia bëhen atje. Orgjira dhe orgjiza. Ose ke pena. Nëse unë do të tiki për ata. E di si jam? Nëse më duhet ta mbyllim këtë tani, por mos harroni na mbështesni në Patreon, po ti mund të vazhdosh Lucifer. Mos harroni na mbështesni në Patreon. Ne ju duam shumë. Mbështetja juaj garanton podcastin e radhës. Ne jemi në një fazë shumë të zënë në jetën tonë, por prapë mundohemi që mos ta lëm kurrë që të vdes ky podcast. Derisa lirohemi pak që më në fund të sjellim sërish atë bonuset që kemi pas dikur dhe që kanë qenë kaq të adhurueshme. Nëse ju duam shumë, sa harroni ta mbështesni, të na ndiqni në Instagram, të na bëni share kudo, të na bëni like dhe rate në Spotify dhe të na do të dëgjoni podcastin në Patreon. Ku na mbështesni vërtet. Puç, kolo puç, andale. Puç. Ciao. Ciao.